Në një ambient të këndshëm mes artistësh dhe shkrimtarësh është prezantuar libri me poezi i autorit Arben Shala me titull Sofra Bezi i pashkundun. Sipas autorit që në titull, lexuesit i serviret një aromë shkodre që të kthejnë pas në thërrime kujtimesh që qëndrojnë brenda nesh, ndërsa nxisin reagim. Titulli për mua shumë i dashur sepse menjëherë më sjell një aromë shkodrët. Sofra Bezi i pashkundun. Stefan Çapaliku ka kanë kumar këtij libri, po edhe i titullit, sepse mori për një kapitull të librit ose për një cikli të librit këto fjalë Sofra Bezi Dromca dhe i shprehu në këtë mënyrë. Dhe kjo është pjesë e një suksesi të librit, sepse menjëherë vëre që njerëzit goditin nga titulli i librit. Mendoj se Stefani nuk e di ala se kam pyet çka ka dashur të thënë. Po mendoj se ideja është janë këto dromca që unë i kam majtur sa kohë dhe nuk i kam shpreh ose nuk i kam botu. Tash u shkon Sofra Bezi. Për redaktori në këtij libri, Stefan Çapaliku, ky botim është një vlerë e shtuar për qytetin e Shkodrës, në një kohë që njerëzit po largohen çdo ditë më shumë nga libri dhe poezia. Edhe ky libër padyshim që përban një event të rëndësishëm për qytetin, për njerëzit e leximit, të cilët janë njerëz për herë më të rrallë, edhe veçanërisht lexuesit e poezisë që për arsye estetike janë njerëz mjaft shqimtar, mjaft të zellur dhe për këtë arsye jam shumë i lumtur, shumë mirë që jam këtu në këtë salon. Shpresoj që libri ka më arrit aty ku për të njerëzit për cilët tash nis për më shku.